Në Pogradec pritet të nisë së shpejti linja e udhëtarëve me tragjet drejt Maqedonisë, por në qytetet Ohër dhe Strug. Prej afro 2 dekadash është folur për vënien në punë të tragjetit të linjës Pogradec-Ohër Strug dhe kthim, dhe me sa duket gjithçka do të konkretizohet në mesin e muajit maj. Sipas nënkryetarit të Bashkisë Pogradec, Dritan Hamzallari, startimi i kësaj linje ujore do të rrisë ndjeshëm numrin e turistëve, si nga njëra anë e bregut ashtu dhe në tjetrën. Përgatitet nga ana e Bashkisë për lidhur me infrastrukturën, si thua, që do të vjetë në dispozicion për atë linjës tragjetit, kanë mbaruar, është sistemuar moli në hyrjet e qytetit, duke ushtruar komplet sipërfaqja e tij, lyerja ka angjëll avancore, vendosja domethënë e gjithë sistemit të ndriçimit për natën, pra. Gjithashtu dhe një punë e madhe është bërë në sistemimin e bregut të liçenit që është në fillim të molit. Ky investim pritet të japë një dimension tjetër turizmit në qytetin e Pogradecit, duke i shtuar veç bukurive natyrore edhe një mundësi më tepër për të njohur dy brigjet e Ohrit.